mysafir, misi dini dhe ju falenderojmë për pranin tuaj në këtë pramje të veçantë. Është nder dhe kënaqësi e veçantë të kemi mes nesh pjesëmarrës të shuar si dhe miq të partnerë të shuar. Ju lutem, ju ftoj të ngriheni në këmbë për intonomin e himnit kombëtar të Republikës e Kosovës, i ndjekur nga himni kombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Kam nderin të ftoj ambasadorin Belin Mreka për të mbajtur fjalën e rastit. Dashur bashkëpunëtar, motra dhe vëllezër, e dini se diplomat nuk flasin, por realizojnë ato që kanë shkruar. Por me vëllezër dhe motra, një bashkëpunëtar, flet zemra dhe jo shkrim. Kështu që sot para përqeva që të drejtohem me një fjalim spontan, direkt, ashtu si që ka je vlau. Duke falenderuar që jeni sot me neve së bashku për të kënduar të nënfitorin e Bashkisë së Kosovës, Veljani që me njerë t'ju uroj këtë festë të rëndësishme, më të rëndësishme në historinë e Kosovës. Kuptohet se festimet nuk janë vetëm për të festuar, por festimi është kremtim, por po ashtu edhe reflektim. Reflektim për atë se ku ishim, ku jemi dhe ku do t'jemi. Ku ishim? Mjafton ndoshta të them në mënyrë të përmbledhur në një fjali. Një shekull në regjimin kolonialist të Serbisë, apartheidin dhe gjenocidin e shtetit sërb kundër shqiptarëve të Kosovës. Mirë po, lufta shqiptare e prirë nga UÇK dhe nga mbështetësit tanë Euroatlantik e solli këtë ditë të urua dhe 26 vite jemi të shtiruar dhe 18 vite të pavarur. Ku jemi sot? Sot, Republika e Kosovës është shteti më i ri evropian, shteti më pro-amerikan dhe shteti më demokratik në Ballkan. Sot jemi përkrah vlerave të aleatëve strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve evropian. I ndajmë ta vlera civilizuese perëndimore të demokracisë liberale,
dhe jemi shtet I njohur bilateralisht nga 121 shtete anëtare të OKB-s, ndërkaq për legalitetin e pavarësisë sonë e dha hulën Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në vitin 2010, kur tha se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk e cënon të drejtën ndërkombëtare. Ku të tjenë? Pa e Kujvoke, pa Hamende, vetëm e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm aleatën tonë strategjik që viti të krijoj një projekt ndër më të suksesshëm të shtetë ndërtimit në Evropë. Kuptohet se merit për këtë rrëfim të suksesit të shtetë ndërtimit demokratik keni ju të dashur bashkëdhetarë. Sepse ju ishit ambasador kur Kosova nuk ishte ambasadër. Ju ishit zëri ynë kur kur Kosova ishte pushtuar nga Serbia, ndërka zëri ynë dëgjoi në Capitol Hill, në White House, në State Department. Prandaj, nga zemra ju faleminderit edhe një herë. Kosova ka një të ardhme të ndryshme. Ka popullatën më të rejnë në Evropë, të shkolluar, që flet gati secili ri anglishtën, me IT technology ndër më të përsosurat dhe me ndjenjen e ndërmarrësisë që nuk e ka askush në Ballkan. Pra, ne besojmë se Kosova së shpejti do të jetë edhe antare e OKB-s, e 194-ta, edhe antare e Këshillit të Evropës, edhe BE-s dhe NATO-s. Prandaj, më lejoni edhe një herë, gjuroj ditën e pavarësisë, 18 diturën e pavarësisë dhe t'i falenderoj ata që dhanë kontribut. Lavdi ushtarëve dhe luftarëve të lirisë, UÇK-s, lavdi komandantit të gjendarmëve të Mjasharit, lavdi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasador, të falenderojmë thellësisht për fjalët e për përkurtimin tuaj. Ju ftoj të gjithëve të na bashkoheni për të hedhur ushqim, ju falenderit e ju uroj një mbrëmje të këndshme. Faleminderit.
se olla as të dorda. Që edhe njerët jam me anë, kur më vjen ajo për ne, nuk me si e me t'ine, beri saj është si se mi me shko, kur e si atë kri. Seriose se sta hie, a se